Zgjerimi i autostradës Tiranë-Durrës në 5 kilometrat e parë synohet të përfundojë në dhjetor të këtij viti. Gjatë inspektimit të punimeve nga kryeministri Edi Rama dhe ministrja e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku, u bë me dije se aktualisht punimet kanë arritur në masën 30%. Kemi një avancim shumë të mirë të punimeve. Kemi shkuar në 30%, pavarësisht se kontrata përfundon në shtator të vitit 2026. Tu kemi ecur shumë shpejt gjithashtu, nuk kemi pengesa trafikut, pasi nuk janë prekur korsitë në të dyja krahët. Besojmë që do dorëzohet para afatit, tani shumë është të themi që e kemi planifikuar për dhjetorin, pasi bie gati 10 muaj përpara afatit, megjithatë ky është synimi ynë. Pashtu Balluku bëri me dije se po studiojnë hyrje të reja për autostradat e veriut të vendit, përfshi rrugën e Arbrit. Ne kemi filluar planifikimin, po në formën e një masterplanit dhe pastaj do kalojmë projekt detajuar të 2 hyrjeve të reja të Tiranës, duke e lënë hyrjen e Kamzës vetëm për pjesën e zonës. Pra, jemi duke studiuar një hyrje e cila sjell autostradat e veriut dhe i lidh në lotin numër 1, pra pas Shqiponjës, aty ku kemi nyjen e madhe, dhe nga ana tjetër jemi duke dizenjuar edhe hyrjen nga rruga e Arbrit. Rruga e Arbrit tashmë futet dhe krijon një hing, pra nga shkalla Tujanit krijon një hing në Tufin. Sigurisht pengon gjithë trafikun, përveç amortizimit që ajo rrugë ka dhe do jetë e vështirë që të parashikohet nga Bashkia e Tiranës. Paralelisht u inspektuan dhe punimet që po kryen në aksin rrugor kombinat Ndroq-Plepa, që është në fazën e parë të rindërtimit. Rehabilitimi i kësaj rruge do vazhdojë në 3 faza, ndërsa pjesa e investimit është dhe rindërtimi i urës së Beshirit, që do eliminojë të gjitha kthesat duke rritur sigurinë rrugore. Gjatë inspektimeve u bë me dije gjithashtu se është gati nisja e funksionimit të qendrës së monitorimit të trafikut për 200 kilometrat e parë.